Të rinj deri në moshën 29 vjeçare do të përfitojnë 10.000 euro grante, ndërsa ata mbi këtë moshë deri më 7.000 euro për hapje të biznesit. Nëse 2 ose më shumë persona bashkëpunojnë, mbështetja arrin deri më 20.000 euro. Deri në 4.000 euro shtesë do të ofrohen për ata që punsojnë persona me aftësi ndryshe. Këto janë masat aktive në kuadër të planit të qeverisë për vetë punësimin e të rinjve, që ka vlerën mbi 40 milion euro. Masat në fjalë kanë zgjuar interesim të lartë tek të rinjtë e Gostivarit, njofton drejtori i Agjencisë për Punësim Agim Beqiri. Ai thotë se deri në ditë të sotme kanë aplikuar mbi 300 persona, ndërsa të interesuarit kanë mundësi të vijojnë të aplikojnë sepse masa do të qëndrojë e hapur deri ditën e premte. Interesimi ka qenë të thonë në nivel të lartë, ka rrit numri 318 persona. Konkursi është i hapur deri më 20.6, 2025, do thonë përse kanë drejt aplikimi edhe të persona deri në më 20. Kemi persona të cilët të thona kanë aplikuar me 92 persona në moshë deri në moshën 29 vjeçare. Kemi persona të cilët kanë aplikuar të thonë mbi moshën 29 vjeçare, edhe këto mjetet de facto janë të nivel pak më lartë, do thonë mjetet të cilët do t'i marrin personat në supermarket të ndryshme, në hapjen e supermarketeve të ndryshme, deri në 10.000 euro. Mirë, por nëse bëjnë të thona një bashkëpunim të thona, apo një ndarje të përbashkët, kalojnë deri më 20.000 euro. Në thirrje mund të aplikojnë personat e papunë të evidentuar në Agjencinë për Punësim, gratë nga zonat rurale, përfituesit e ndihmës minimale të garantuar, personat me aftësi të kufizuara, gratë viktima të dhunës në familje, të kthyerit nga jashtë, si dhe qytetarët që dëshirojnë të formalizojnë veprimtarinë e tyre. Të dyja masat përfshin trajnime për ndërmarrësi, përgatitje të planit të biznesit dhe mentorim 6 mujor. Drejtori Beqiri thotë se qëllimi është të mbështesim sa më shumë qytetarë që duan të ndërtojnë diçka të tyre në mënyrë të qëndrueshme dhe legale. Ai shton se nga thirrja janë të përjashtuara disa aktivitete bujqësore, transporti taksi, lojrat e fatit, sigurimet dhe ndërmjetësimi për punësim. Për momentin, mbi 8.000 është numri i personave të papunë në qytetin e Gostivarit, e që janë të evidentuar në Agjencionin për Punësim. Beqiri paralajmëron se së shpejti do të pasojnë edhe masa të tjera për punësim tek të cilat do ta gjejnë veten shumë qytetarë, andaj apelon që të papunët të ndjekin të njëjtat dhe të paraqiten me qëllim që definitivisht të zgjidhin problemin e tyre të punësimit.